Ernest Gjoka rikthehet me Skënderbeun në Abisne Superiore. Jam dollëm, ë? Ta them dhe i fjalisë do m'ngjelet me rak, më fal. Thuaja. Me thua nesër na dëgjoj. Flori, Mërgjyshi, janë disa trajner, me të vërtet super punëtor, super suksesshëm, po nuk ju është dhënë një rasti të marrin një ekip të mirë në Super League dhe ta bëjmë vetë grupin ta çojnë deri në fund. Këta janë njerëzit. Ja, më jep janë ju mundësin tani. S'keni trajner, a keni trajner, s'keni. Ku e Mërgjyshi? Unë s'më fare. E bëra politikë që fillim të s'më fare. Dhe ta janë njerëzit që kur trajner dhe kështu ka nevojë. Shpërdorojnë profesionalizmin e tyre, besimin e tyre, përkushtimin e tyre dhe pastaj vjen i nxjerrin këta nga halli, jo vetëm ky deplori, ka të tjerë, po ky këta të dy janë, nuk ta them se të kam në studio, kam thënë kur do herë dhe kur do herë do ta them. Prandaj uroj që inshallah në shtator tjetër. Po ka bërë disa herë me Vorë, me Apollonin, me Dinamon. Pra me Skënderbeun dhe me Laçin Mërgjyshi bëhet kampionati i ardhshëm me Skënderbeun dhe me Laçin shumë i fortë. Dhe më pas kalojmë të rezultatet e... Pa tjetër, por si shtam dhe për Laçin dhe Skënderbeu dhe ishte detyrim rikthimin në superiore dhe për këtë... Për nga kronologjia për publikun, për të respektuar edhe vendi i parë, i dytë dhe gjitha me radhë, dhe kishim të kundërt të lidhjen, por që në transmetime live asnjëherë nuk shkojnë siç. Dhe për këtë doja edhe të uroja Nesit, sepse është akoma më e vështirë për një skuadër që e ka detyrim rikthimin, jo një skuadër që niset insider edhe varet se ku shkon. Pra Skënderbeu dhe Laçi kishin detyrim për të u rikthyer dhe nëse nuk riktheheshin do të ishte një dështim. Dhe ata ka marrë një përgjegjësi përsipër, por që e realizuan me sukses dhe duke ditur se sa e vështirë është kategoria parë, ku ka një specifik krejtësisht tjetër, dhe Skënderbeu e ka menaxhuar shumë mirë kampionatin, ka rrit një grup, një bërtham lojtarësh nga edicioni i kaluar, por e ka rregulluar shumë cilësinë e skuadrës me Nasrin, me këtë lojtarin që morën nga Teuta tani sulmuesi, që dhe sulmuesi që shënon gola, që morën nga Teuta. S'më vjen emri tashti, po gjatën e kanë pasur, pra që janë lojtarë, skuadrë që ka një bosh dhe ka kriju dhe ka shënu dhe shumë gola. Esakt, po ju kujtohet sezoni 2008-2009 e kështu me radhë kur atëherë kampionati ishte vërtet shumë i fortë, që luante po themi flamurtari Skënderbeu që kishin ato garat Kuksi, gara shumë forta. Dhe me rikthimin e Laçi, ka qenë gjithkohën, domethënë, në tentativë për të paktën për të katërshja. Tani me rikthimin e të dyjave po krijohet prapa i grupi, si më thënë, në emra i asaj kohe dhe neve na vjen mirë që jemi në këtë fazë, domethënë, të kampionatit. Shpresojmë pastaj jo. Vështirë është. Do jetë jugu, po jugu flamurtari do jetë jugu pa... Flamurtari apo Tirana? Do jetë jugu pa... Nuk e diet, lojën. Edhe 4 javë kanë ngelur, apo jo? Apo 5? 4 javë. Se është 4 javë, 4 javë, 4 weeks, pastaj Final Four.